Puna që i kanë fshel urat, që janë qelët, kanallat që janë pastru, që ta na merë ujë, se s'ko ka shkanu ujë. Janë ketë shkaqe njerit. Sen që shihet, se Zotis muna mi alon na fojnë. I kem 19 pika, ku na i kem detektu vakt që janë problematika, ku edhe ka pasur vërshime. Do t'i shtojmë kujdes dhe shanë shtratit të lumenjve. Kuzhina, podi, garazha, zidi urzu, ka të shupat ku janë uqaj, tërklazhe krejt, për vërshime, edhe po hen uji gati qita vjetë, për na merë. Jo, hala se na kanë komunë. Hala të hanën, qyrëm i këna fotografu do senet që na kanë bo dëmë me qitë lutjen. Nuk ka puna e parave, po puna që për na dëmëton neve ujë. Puna vërshimeve, puna që i kanë fshel urat, që janë qelët, kanallat që janë pastru, që ta na merë ujë, se s'ko ka shkanu ujë. Prish kuzhina, shporeti rrymës, frigideri, shuma e domeve 7.000-8.000 euro që të është, se kuzhina në 350 euro kuzhinë thjesht nuk ka. Shporeti sa kushton, frigideri që të senet elementare të shpisë. A ka mujtë me bo ma shumë dënë se traktorin e këm pasë të kjerën, po i këm hjek ato. Unë e pres për komune me regullu që të farë problemi edhe mësë me në ndodhë që kja mo. A i vërshime ku të bjesh tepër ku të merë kejt, a i ketë në regula. A mu kjo s'ka pasë shumë vërshime kjo. Këtë janë ketë shkaqe njerit. Sen që shihet, se Zotis muna mi alon na fojnë. Kem themelu një komision i cili po merret me pikimin e pikave kyçe, ku problematika, ku i kem pas për këto vërshime. Pra na jena duke e skanu gjende që vërshimet në të ardhmen mos me ndodhë. I kem 19 pika, ku na i kem detektu vakt që janë problematika, ku edhe ka pasur vërshime. Puna ime e parë, si kryetar komune, në javën e parë si kryetar komune, ka qenë anullimi i një tenderi me vlerë prej 450.000 euro që është hapur nga komuna për deponit, për eliminimin e deponive ilegale, dhe njëkohësisht kam thirrë në ndihmë Korporatën Energjetike të Kosovës, pra KEKun, ata me janë përgjigjur dhe ne i kemi eliminuar 29 deponi ilegale në barë komunën e Biliqit. Ne po vazhdojmë të kujdesemi për ambientin dhe njëkohësisht edhe po bëjmë përpjekje sa më të madhe që qytetarët të vetëdijsohen dhe të mos hedhin beturina vende pa vend. Kjo është një situatë e trashëguar më parë, dhe sigurisht që gjatë mandatit tonë nuk do të ndodhen gjëra të tilla, do të kujdesemi në përpjekje për ambientin. Në veçantë do të shtojmë kujdes veçantë shtratit të lumenjve.